Në organizim të Federatës së Skijimit të Maqedonisë së Veriut dhe në organizimin teknik të klubit të skijimit Shari Akademi të Tetovës, sot në shtigjet e Kodrës së Diellit u mbajt kampionati republikan në skijtari me moton Kupa Alpike Shari 2026 në disiplinën slalom i vogël për grup moshat U14 dhe U16, ku morën pjesë 42 skijator nga të gjitha klubet e vendit. Për garat të cilat u zhvilluan gjatë ditës së sotme, nënkryetari i Federatës së Skijimit të Maqedonisë, Jusuf Abduli, tha se është i kënaqur me kushtet klimatike dhe ato teknike në shtigjet e Kodrës së Diellit. Sot kanë qenë kategoritë nga grup moshat U14 dhe U16 në disiplinën e slalomit vogël, gjithsej ka pas të 20 garus. Fillimisht në orët e hershme të mëngjesit, domethënë kishte erë të fuqishme, mirë po na premtoi koha dhe kjo garë përfundoi me sukses. Nesër kemi disiplinën e veloslalomit apo slalomit madh. Kjo disiplinë është e njëjtë për poena në nivel republikan, nga grupi moshat prej U8 deri në U16, kështu që për këtë disiplinë janë të lajmëruar 93 garus. Organizatori, Federata e Skijimit të Maqedonisë së Veriut, për fituesit e garave në disiplinën e slalom dhe slalom të madhe në kategorinë e gjemve dhe vajzave, do të ndaj medalje dhe mirënjohje.